Unë sot isha në një prezentim në ICK aty, ishte një prezentim i ICK-s bashkë me Data Forex edhe njëna prej statistikave që publikuan ishte se sa përdoret ChatGPT edhe çysh përdoret. Edhe qytetërisht Kosova për dallim prej vendeve të rajonit, ma shumë të përdor ke për me shkruajt CV-n edhe për intervistë për punë. Gjë që tregon që gjenerat e reja po e përdorin për me përmirësu redaktu një forme për mbajtjen të cilën po i duhet. Përderisa në vendet e rajonit, Sloveni krahasi për shembull, ishte se përdorin më shumë për programim dhe për punë për Excel edhe gjëra tjera. Realisht, gjatë vitit 2025, unë i trajnova përmi 300 njerëz në këtë lami, edhe si përfundim nuk është që e përdorin për çka është mundësia, më mirë me thonë, edhe qëllimi një forme tjetër, po kryesisht për emaila, kryesisht për me redaktu fajla, po edhe me shuat kurreshtin të cilën e kanë për një temë caktume, në vend se me shku me kërku në Google, po vim po kërkojnë në ChatGPT. Po një gjë që e kom vrejt që shumë nuk e din, edhe po mendoj që me do këtë më audiencën e juj, është një dallim esencial midis versionin me pagesë dhe pa pagesë. Në versioni pa pagesë nuk e ka të gjithë informatën, nuk e kupton kontekstin, konteksti realisht është gjëja më e rëndësishme në përdorim të inteligjencës artificiale. Pra, ajo që shkruan promptin, strukturën dhe ato tjera, kanë pak rëndësi, po shumë ma shumë rëndësi ka mënyra që strukturën te me informata, me përmbajtje, me njohuri edhe një forme janë zirë ynyrën që thojnë na, kur e pagun, sepse e nje kontekstin e të përgjigjet. Unë e kum arrit me